Unë nuk është që nuk kom komuniku me kirurgun turk, që e kom realizu intervenimin, a më ka tregu për pasojat në përgjithësi, krejt që ka përmend doktori, tash në krejt fazat këm kalu. Mirë po, nuk është edhe që, për shkakun kur kum ri atje, jem drejtu edhe të psikologu, edhe krejt në detaje, pse, qysh, do më thënë, krejt fazat, krejtësisht po pajtona me doktoren. Veç problemi ka qenë që unë arrita deri në qatë pik tjetës tem, që në fakt obeziteti pak thejet edhe lutje mensh, se s'mu ishe ti gjatë ditës, përpës simptomave që i kisha dhim konstant shpinës, puna e peshës është fjalla, nuk më isha më e qarkullu që shdohet gjatë ditës edhe erdha dhe në qatë pik që s'kish zgjidhje tjetër. Doktori përmeni pak më herët, sështë që unë nuk kom tentu në forma ndryshme puna e disiplinës e të ushqyerit shëndetshëm, vrapimit, gjimit, fitnessit, do më thënë gjithë shka kom provu, po nuk ish rezultat shpejt. Për me arrit deri në qatë pik që unë vendosa për me realizu gastric sleeve, ka qenë vishë për me gjithë vetën sa ma komod, se realisht s'mu isha me gjithë tesha mo. Erda din qatë pik. Me qenë se po e cek ushqimin, tash më që e ke kry këtë ndërhyrje, të regëm pak sa ka ndryshu? Njëra e të ushqyerit, jashtë zakonisht shumë. Unë nuk unë tonë akor. Nuk unë to shku? Jo, nuk më ka ndodhë për 4 vjetë që... Qysh funksionon? Po thjesht e shët që unë nuk kam ma energji nëse nuk ushqena. Se ka ndodhë për shkakun rase brenda 24 orëve, unë edhe nëse nuk ushqehem mirë, ose nuk ushqej asni dozë, asni shujt, unë thjesht nuk kam uri. Nuk e vrej, nuk e ndjenjen për më uri që kom pasë ndashta para 4 vjetëve. Dhe më thënë, që e ka ndiku që me ardhërin qatë pikë që për 6 muaj ti mi hu 50 kg, që është jashtë zakonisht ndryshimi madhë prej 128, masën trupore minimale që e kom pasë në të njerë, u kanë 78 kg. Dhe më thënë, unë thjesht nuk ndjej asori, po krejt fazat... Sa është shujta e nisi tash? është shumë minimaliste. Për shambull, kër e kom kry intervenimin, kom qenë jashtë zakonisht shumë mirë, mas 4 ditë që kom qëndru atje, edhe kom pas fluturimin prej Kajserit në Stamboll, kom qëndru Stamboll parafërsisht një 12 orë, kom pas fluturimin pas taj për Prishtinë, atje që më ushqy, thjesht puna energjis, për shambull blesha një ajran, ma shumë se gjysën, unë u dashke me gjujtë. Të më thonë, te për mine, ndërsa sot, doktore potencoj pak ma heret që lukëtë është organ që rigenerohet ose rritët. Sot kam shujta më të shpeshta, ndoshta ha brenda ditës 5, eventualisht 6 herë, po në doza shumë minimaliste. Për shembull, me 2, eventualisht 3 kafshata, unë e përfundoj një shujt. E qartë. Doktor, me qenë se ju e ushtroni profesione ju i që një kohë shumë gjatë, tërgëm pak cili ka qenë një prej rasteve më të komplikume pas ndërhyrjes që e ka bu lukëthin? Rastet më të komplikume që kanë ardhë dhe deri në kërcënim të jetës është malnutricioni. Këta dhe më thonë, mas shkurtimit lukëtit, do të kanë kujdes kompenzimin e vitaminave dhe mineraleve. Në qofë se nuk kanë atë kujdes, dhe sidomos edhe proteinave. Atëre binë në gjendje të keq ushqyerjes, malnutricionit. E mungojnë vitaminat, mineralet. Keme humbje enorme në peshë, deri në 9 peshë, ka heksi quhet në zhargonin tonë. Binë në anemi, ju binë flokët. Dhe më thënë, ju thehen thajt, nuk kanë energji, as me ecë, as kur gjo. Kështu që një prej komplikimeve kronike është malnutricioni. Këta duhet të kenë kujdes të kompenzojnë vitaminat, mineralet edhe proteinat.